Do diskutojmë tani edhe në lidhje me ecurinë e ekonomisë shqiptare për gjatë këtij viti, por referuar sektorëve të ndryshëm të dhënat që janë publikuar më herët nga Instituti i Statistikave, por njëkohësisht edhe nga institucione të tjera sikurse është Banka e Shqipërisë. Më gjërësisht do diskutojmë me zotin Selim Bliku, ekspert ekonomie, pedagog. Zoti Bliku, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit. Ta nisim me sektorët që kanë performuar më mirë më herët gjatë javës. Instat publikoi dhënat sipas ecurisë sektorëve dhe tashmë është e sigurt që industria është gjithmonë në rënje nga 3 mujori në 3 mujor dhe duket se rënje nuk po ndalet, por turizmi së bashku me ndërtimin vijojnë tendencën në rritje dhe mbase janë rikthyer në shtyllat e ekonomisë sonë. Jemi në rrugën e mbar, pra ose më saktë, kemi një strukturë të mirë të ekonomisë apo si turizmi ashtu edhe ndërtimi përballen me rreziqe, përballen njëkohësisht edhe me procese ciklike? Pjesa e turizmit sidomos, që do të ndikojë edhe nga le të themi edhe nga aspekti sezonal. Tek të dy ose të paktën në volum përgjithshëm shikojmë një rënje qoftë nga muaj në muaj apo edhe për 11 mujorshin e parë dhe sidomos krahasuar dhe me vitin e kaluar. Nëse do të ketë dhe ka një frenim sidomos në sektor, sepse materialet e ndërtimit, domethënë dhe metalet, kur ka pasur një rënje të vazhdueshme të paktën për pjesën e parë të vitit, por rriten të paktën në 2 muajt e fundit kanë patur një rritje të lehtë. Sektori gjithsesi, nëse do të flasim specifikisht për eksportet, vijon domethënë që të jetë akoma i sfiduar së pari nga kursi i këmbimit, por dhe sfidat e tjera që ka sektori, që mund të ishte edhe kërkesa e dobët që është rajonale, sepse ndikohen dhe nga ecuria e industrisë, domethënë të paktën në vendet që ne kemi volume të madh eksporti. Po dhe nga ana e kualifikimit që do të na bëjë të paktën kompanitë tona që të jenë konkurruese, që do të ishte për shembull dhe forca punëtore, në mënyrë që dhe ne të gjejmë ato aspektet konkurruese të tregut, me çfarë të konkurrojmë jashtë. Çmimi është shumë le të them shumë i sfiduar nga pjesa e kursit të këmbimit. Shikojmë një lek shumë të fortë dhe kjo e bën që gjithmonë biznesi eksportues është në të kurrje dhe i sfiduar, dhe nëse do të shikojmë për shembull kush ishin sektorët me rënje të paktën në eksport, do të ishin ato që varen dhe të paktën që kanë volum dhe rëndësi shumë të madhe për vendin, për qytetarët që janë të punësuar në këtë sektor. Dhe kjo varet shumë nga kursi i këmbimit, por drejt për drejt, nëse do të ishte industria e ndërtimit, që të paktën po ashtu nëse ka patur një rritje të lehtë në muajt e fundit, prapë shikonim që kishte një ngadalësim të paktën, dhe këto janë shenjat, ndoshta shenjat e para të një maturimi të sektorit. Në anën tjetër, meqense i përmendët edhe eksportet, zoti Bliku, kemi të bëjmë me një rënje me 7% të eksporteve. Është realisht kursi i këmbimit ai që i ka goditur, por njëkohësisht mbase edhe i ka demotivuar kompanitë shqiptare të cilat eksportojnë jashtë? Eksportet faktikisht kursi i këmbimit, të trajtojnë pjesën e kursit të këmbimit, i ul drejt për drejt le të themi në konvertim vlere, që do të ishte impakti numër 1, por edhe direkt pas kësaj është dhe tregu që humbasim për shkak se produktet tona bëhen më të shtrenjta në aren kombëtare. Kështu që më pak konkurruese, sepse do duhet që kompanitë tona që të ruajnë të paktën marzhe të shëndetshme, domethënë fitimit, ndoshta edhe të shkojnë me një rritje çmimi për të balancuar pak të sfidë nga kursi i këmbimit. Dhe kjo është, për mua, kjo është problemi akoma më i madh, sepse çfarë ndikon kjo dhe çfarë sjell, shikojmë shumë që biznese mund të dalin jashtë tregut për shkak të kësaj, do të shkaktojë një papunësi ndoshta nga ana tjetër. Dhe është të paktën për mendimin tim është një faktor që nuk duhet neglizhuar. Pjesa e kursit të këmbimit, pavarësisht se dhe Banka e Shqipërisë vazhdon akoma, dhe kjo përmendet në mbledhjen e fundit, vazhdon akoma me një qasje agresive për kursin e këmbimit. Por eksporti është i lidhur drejt për drejt me këtë pjesë, dhe shikojmë që nga viti të paktën në fillimi i vitit 2023 që eksportet kanë pasur një tendencë rënëse. Dhe ky është një faktor që duhet pranuar dhe duhet ndërmarrë diçka. Banka e Shqipërisë, jo zyrtarisht, por në komentet që guvernatori Sejko bëri në komisionet kuvendore, kur dha opinionin e Bankës së Shqipërisë në lidhje me projekt buxhetin e vitit 2026,
përmendi që deri në fund shtatorit, pra për 9 mujorin, Banka e Shqipërisë ka bler plot 800 milion euro në tregun e brendshëm. Në një farë mënyre ka parandaluar një zhvlerësim të mëtejshëm, sepse në 2025-ën rënja ka qenë me vogël, me rreth 2%, krahasuar me vitet e mëparshme, por megjithatë sërish nuk, jo vetëm që nuk e ka ndalur, por nuk ka sjell një rikthim të euros në rritje në raport me lekun. Fluksi i madh i euros, zoti Bliku, mendoni se do të vijojë sepse përveç sezoneve, efekteve sezonale, kur janë festat, kur është sezoni turistik, kemi të bëjmë me zhvlerësim të euros edhe në ato muaj që mendoj se fluksi nuk është i lartë. Fluksi hyrëse ka patur në gjithë kohën, nëse do të veçojmë të paktën për sektorin e turizmit dhe çfarë impakti ai sjell. Nëse do të merrnim muajin gusht dhe muajin që jemi aktualisht pra dhjetor, pra sepse pak para ditësh, para pak disa ditësh, ishte edhe momenti më i ulët, domethënë i kursit të këmbimit për një moment. Pra, ka faktorë sezonal që ndikojnë, por masa më e madhe nuk është ajo, ose të paktën masa më e madhe që të justifikojë gjithë këtë rënje që është bërë të paktën në 2 vitet e fundit. Sektori që ka volumen më të madh do të ishte ai i ndërtimit, patjetër dhe pjesa e turizmit me atë sezonalitetin që ajo sjell. Por pjesë më e madhe, sidomos në mënyrë të pakontrolluar të flukseve hyrëse, do të ishte ajo ndërtimit ku fshihen të paktën shumica e transaksioneve në volum të madh që vën të gjithë këtë presion dhe në kursin e këmbimit, që do të ishte dhe të gjithë eurot që janë në qarkullim, sepse ka shumë volum të rritur dhe në transaksione qoftë edhe nga qytetarët dhe nga kurset e këmbimit që ne domethënë kryejmë transaksione. Por dhe në volum, Banka e Shqipërisë, të paktën e kam përmendur edhe më parë, Banka e Shqipërisë ka bërë atë që të paktën pritej që të bëjë, pra të ndërhyjë në treg dhe të blejë dhe të reduktojë, domethënë sasinë e parave konkurruese me euron. Por nuk është mjaftueshme. Nuk është mjaftueshme pavarësisht se mund të themi që rënja ka qenë më lehtë këtë vit. Prap flasim për sfida që i vinë të gjithë sektorëve që ndikojnë nga kursi këmbimi, që ishte ajo që sapo përmendëm, i gjithë eksporti konkretisht. Dhe nga ana tjetër do të ishte edhe çfarë sjell kjo, do të sjellë një varësi më të madhe nga importi. Dhe në bazat e ekonomisë do të ishte një ekonomi e varur nga importi, patjetër që nuk është e qëndrueshme dhe nuk mund të flasim për një konkurrueshmëri të paktën stabil dhe që mund të bazohet edhe pjesa tjetër e ekonomisë. Nuk mund të varemi gjithkohën vetëm nga turizmi për shembull, apo dhe ndërtimi që në mendimin tim po i shfaq në mos më përpara i ka shfaqur ato tendencat ngadalësuese. Zoti Bliku, mund të quhet disi e dhënë surprizë fakti që importet nga ana tjetër si me bazë mujore, ashtu edhe me bazë 9 mujore, kanë pasur një ngadalësim për gjatë nëntorit, rënja ka qenë me 3%, ndërsa për 11 muajt ngadalësimi i importeve ka qenë me rreth 1%. Kemi të bëjmë me një rritje të prodhimit vendas, apo mund të kemi edhe një ngadalësim të kërkesës? Nga pjesa vendase, kjo të paktën nëse do të ishte letim nga faktorë të brendshëm, do të prisim dhe një përmirësim në eksport, sepse vlen të përmendim, nëse do të merrim eksportin për një moment dhe pastaj të trajtojmë pjesën e brendshme se çfarë mund të ketë sjell këtë ngadalësim të lehtë të importeve. Për mendimin tim është pjesa që është në ana e konsumit, por të sqarojmë pjesën e faktorëve të brendshëm që nuk është se ka një produktivitet në rritje që ne të sfidojmë këtë pjesë. Do të merrnim pjesën e bujqësisë sepse nuk kanë gjetur ndoshta hapësirën në tregjet e rajonit, përderisa varen shumë dhe nga faktorë midisor, kanë qenë një mod relativisht i butë këtë vit dhe nuk janë varur shumë për shembull nga vende eksportuese si ne për pjesën e bujqësisë dhe mund të jetë një pjesë që është konsumuar brenda. Por eksportat nga ana tjetër nuk është se dhe janë rritur më mirë, duke pasur parasysh atë ndikimin që ka dhe trajtimi se si është bërë tranziti i hidrokarburëve drejt Kosovës. Kështu që nuk mendoj që kanë faktorë të brendshëm që janë bërë më mirë, që kanë sjellë ndoshta një frenim të paktën të kësaj. Mendoj që është e gjitha e varur nga pjesa e konsumit. Shikojmë që edhe pse të paktën inflacioni është në marzhet e le të themi të kontrolluara brenda normave që ne flasim, 2.1% ishte për nëntorin, kështu që është mëse në rregull. Eksakt. Është mëse në rregull, kështu që nuk është se ka qenë ky faktori, është një drejt për drejt një tkurrje e konsumit, të paktën në mendimin tim, sado që është në atë masë dhe duke pasur parasysh dhe
nga vendet që ne importojmë, që po prapë varemi nga të njëjtat vende dhe ku ndoshta kemi ndoshta reflektuar nga ku do të jenë burimet kryesore për import, që kryesisht është Kina, Turqia dhe SBA, ku kanë pasur dhe atë rritjen më të madhe gjatë periudhës së fundit. Kështu që 1% nuk do ta quhet faktor sezonal, është më shumë një kurrjelet e konsumit, ndoshta kursimet që mund të jenë rënie ose volumi që zën të paktën kjo shport në shpenzimet e qytetarëve. Por kjo mund të përkthehet edhe nga ndoshta një burim i ri të importit, sepse po shikojmë gjithmonë dhe biznesi është dinamik dhe shikojmë gjithmonë për surse të tjera që ne shikojmë dhe një shift. Kemi pasur Italinë, Greqinë, Gjermaninë historikisht, shikojmë që ka dhe Kina patjetër. Po ndryshon disi dhe shikojmë resurse të tjera që operojnë me çmim, me cilësi. Kjo është një balans që do ta gjejë tregu rrjedhimisht. Sektori kryesor, zoti Bliku, i ekonomisë son, sektori i turizmit, vjoj rritjen mbase edhe surprizë për gjatë muajit tetor, sepse vjet re një rritje e numrit vizitorëve me plot 39%. Është tjetër debat nëse të gjithë janë turist apo jo, apo metodologjia se si instat i mat turistët dhe vizitorët që hyjnë në territorin ton, por megjithatë trendi është në rritje. Mendoni se e para sezoni është zgjeruar, patjetër që është zgjeruar më tej deri në muajin tetor ka turist, por në anën tjetër mendoni se kemi arritur një maturim për gjatë 2025-s, ky është kapaciteti ynë që mund presim? Tani, e para patjetër është zgjatur dhe sidomos këtë vit që le të themi ishim me fat nga pjesa e kohës, ishte një verë e gjatë, domethënë dhe kjo patjetër që ndikon. Në numrin e turistëve, kjo janë dhe efektet ose të paktën efektet pozitive të një promovimi prej disa kohësh të sektorit të turizmit dhe se çfarë vendi sjell, duke pasur parasysh që kemi dhe turizm dhe malor dhe detar, dhe kjo patjetër që le të themi sjell frytet, sepse është promovuar shumë fort në vitet e fundit, sidomos pas Covidit, se çfarë të veçantas vendi jon sjell, dhe ka qenë një vend jo shumë i vizituar më parë, pra ka qenë dhe pjesa e Kurreshës nga ana e turistëve. Nëse do të shikoj që a mund të themi që është rritur maturimi, është pak herët, sepse nëse ne do të shikojmë bumin realisht në sektor ka qenë vetëm në vitet e fundit, dhe mendoj që është pak herët që të themi që vërtet jemi në maturim, por të paktën se çfarë unë do doja që të kishim parasysh dhe të paktën ta orientonim strategjinë e biznesit drejt kësaj, do ishte për një biznes më të qëndrueshëm, në sensin që të kthehet në një vend, domethënë për rikthim për pushime, siç mund të jenë destinacionet e tjera. Pra jo të jetë një diçka që vizituam Shqipërinë një herë, jemi të zhgënjur nga çmimi, nga cilësia, nga shërbimi etj. Pra ti tregohet kujdes të rëndësishëm këtyre faktorëve që t'i bëjnë këta turistë ose dhe turistë të rinj që ta rikonsiderojnë për disa pushime më frekuente që të paktën të jetë më e qëndrueshme dhe jo të jetë një boom për një vit ose dy dhe më pas të kthehemi domethënë në një shkret të tjerë të vogël kur i gjithë biznesi dhe i gjithë fokusi ka qenë fiks në atë sektor, sepse flasim për një setor që ka një rëndësi shumë të madhe. Ndoshta jo gjithë vitin, sepse është sezonal nga vetë natyra e sektorit, por deri tani jemi të paktën duke shfrytzuar frytet e një pune dhe një promovimi të bërë pak vite më parë. Mendoj që është ende herët që të themi që kemi arritur maturim, sidomos kur shikojmë nga një vit në tjetër një rritje. Dhe investimet që po vazhdojnë në mënyrë agresive dhe të paktën dhe vëmendje që po merren nga ana ndërkombëtare, duke marrë për shembull projekte specifike që po përmenden mjaft. Kështu që të gjitha këto e bëjmë është pak herët për të thënë maturim. Ngadalësim të rritjes është diçka tjetër, por prapë është një rritje. Zoti Bliku, njëkohësisht, duhet që ekonomia jonë të jetë më e larmishme ose të mbështeten sektor të cilët ofrojnë qëndrueshmëri më afatgjatë, sepse si turizmi ashtu edhe ndërtimi janë sezonal, janë ciklik, mund përballen ose mund preken shumë shpejt nga krizat ndryshme. Pra, mos duhet të mbështetemi njëkohësisht ose të stimulojmë edhe sektor tjerë, sikurse është prodhimi deri në nivele industriale, por njëkohësisht edhe përpunimi i produkteve bujqësore. Tek makineritë, domethënë
pjesë të këmbimit. Pra, të gjithë pjesa e industrisë prodhuese, nëse ne do të flasim për vende ekonomike të shëndetshme, këto do të ishin sektorët e parë. Pra që të bëjnë një ekonomi të qëndrueshme. Dhe pse është kjo? Pra nuk është pa arsye. Ajo shfrytëzon të gjitha burimet e vendit në mënyrën më optimale. Nuk flasim vetëm nga resurse natyrore që mund të jenë të shtershme ose jo, po flasim dhe resurse të kapaciteteve, sidomos të infrastrukturës, po dhe nga ana njerëzore. Kjo shërben që njerëzit dhe forca punëtore të jetë më e kualifikuar, rriten kërkesat për paga sepse vinë të paktën kompania apo kërkime më të forta për treg të mirë pune dhe të gjithë përfitojnë. Sepse kjo, pra, një rritje më shumë e pagave për shpërblimeve dhe të punësuarive, normalisht që shpërndahet në gjithë ekonominë, rritet konsumi, rritet e bizneset e tjera të lidhura në vend. Dhe ne nuk e kemi këtë të paktën fatkeqësisht, nuk do të përmend bujqësinë, sepse për një kohë të gjatë ka qenë sektor kyç për ne, por nga faktor social dhe ekonomik, kjo domethënë e ka humbur atë rëndësinë e vet, ose të paktën në mos rëndësinë, të paktën vëmendjen që ka patur. Sepse flasim për zona ose të paktën sektorin e bujqësisë, fshati e tjerë që janë lënë deri diku në harres nga ana e suportit, nga ana e subvencionimeve për të qenë konkurrues me të paktën me vende të tjera të rajonit. Nëse do të marrë për shembull Serbinë, që është një konkurrues drejt për drejt, dhe shohim produkte që importohen nga një vend që është 100 kilometra larg dhe vijnë produktet akoma më të lira këtu. Kjo vjen sepse ka një politikë mbështetëse për ato sektor dhe ne këtë gjë nuk e kemi bërë. Unë do të isha shumë pro që të paktën mos ta linin këtë gjë sepse ka qenë karakteristike për një kohë të gjatë. Vlen prapë të thënë që nuk duhet të mbështete vetëm tek ajo. Teknologjia nuk duhet lënë harres, nuk mund të jemi një vend, domethënë, i përparuar nga ana ekonomike dhe stabil duke u bazuar vetëm në bujqësi. Por ama diversifikimin në më shumë sektor, kjo është paktën kyç. Më shumë siguri. Kemi një turizëm të shëndetshëm që po rritet shumë mirë, ka qenë ndërtimi që ka dhënë një rritje dhe një shtyus për shumë biznese në vitet e fundit. Le të themi që është mirë, ose të paktën duke lënë me një anë mënyrën se si është trajtuar transaksionet gri, domethënë që nuk janë të gjitha transparente etj me radhë. Por përveç këtyre, çfarë po bëjmë tjetër? Bujqësia që ka qenë historike dhe shumë e rëndësishme për ne është në harres, sektori i prodhimit të specifikojmë dhe të themi sepse ka biznese që e bëjnë këtë gjë, por janë të pakta. Janë pakta, duhet. Sidomos në volum, por dhe nga ana me pak peshë që ata kanë në disa vende, në disa qytete. Duhen më shumë për këtyre. Ata sigurojnë punësim në atë zonë, nuk shtyn njerëzit domethënë që gjithmonë të konsiderojnë kryeqytetin për mundësitë më të mira, etj me radhë. Kjo zgjidh shumë sfida. Sfida jo vetëm ekonomike, pra dhe sociale. Një mënyrë apo një tjetër do të ishte mbështetja në mënyrë indirekte ose edhe direkte në sërshmëndësie që si mund të le të themi të outsource më tepër prej këtyre produkteve. Nuk ka nevojë që të jenë produkte të përfunduara. Mund të bëjmë ose të paktën mund të synojmë dhe produkte gjysmë të përpunuara që bëhen në kapacitetin në Shqipëri dhe mund të rafinohen domethënë në një vend tjetër ku është dhe baza e shitjes. Çfarëdo që mund të bëjmë, kjo të paktën do të ishte shumë herë më e qëndrueshme, shumë herë më e shëndetshme, sepse sjell dhe eksperiencë dhe një bazë më të mirë për kompanitë shqiptare dhe të gjithë domethënë qytetarët që janë të lidhura me këto biznese. Përfitimi është më i shpërndar, më i mirë për të gjitha bizneset më pas për shkak të një rritje të mirëqenies. Për shembull, zoti Bliku, për sektorin e bujqësisë, ka edhe një objektiv nga ana e qeverisë për të dyfishuar eksportet në rreth 1 miliard euro deri në 2029 apo 2030. Ky dyfishim i eksporteve bëhet nëpërmjet rritjes volumit të produkteve të prodhuara dhe më pas të eksportuara, apo bëhet duke i rritur atyre vlerën, pra duke i përpunuar? Nëse paktën përpunimi, kjo do të ishte një treg tjetër se çfarë mund të bëhet, domethënë me produktet, dhe nëse ne duam që le të themi të gjejmë një treg tjetër për produktet që shpesh herë shikojmë dhe për fat keq dhe produkte që hidhen poshtë përderisa nuk gjejnë treg. Pra kjo do të ishte një mënyrë. Ndërsa treg ka, por mungon ka mbështypjen një koordinim sa më mirë. Një orientim i tregut. Orientim, po. Sepse ka një kërkesë për këtë gjë dhe ta lidh pak dhe me impaktun dhe me arsyeën tjetër më parë se çfarë mund të bëhet tjetër për rritjen
e paktën volumit në eksport të bujqësisë. Varet edhe me çfarë produktesh ne konkurrojmë. Ne nuk mund, pra rritja nuk mund të vijë vetëm nga një rritje çmimi. Ne po kemi vështirësi që tani që të gjejmë treg dhe rritja e çmimit patjetër që nuk është një zgjidhje, sidomos por sapo përmendëm, kemi produkte të importuara bujqësore që janë më të lira. Por nëse do të rrisim në volum, një mund të ishte me çfarë orientimi produktesh mund të vijë. Nuk mund të krahasohemi ose të paktën të konkurrojmë drejt për drejt një vend bujqësor që ka hapësirë dhe gjeografike shumë herë më të madhe, për shembull, nëse do të merrnim Poloninë apo Serbinë, që dhe ne ta konkurrojmë në volum. Ndoshta një strategji mirë do të ishte më shumë me produkte të veçanta që kanë dhe vlerë në treg, ku mund të bëhen dhe mund të prodhohen në vendin tonë. Pra, fokusimi ndoshta në disa produkte specifike që janë më të veçanta ku ne mund të konkurrojmë. Pra nëse do të merr një shembull që është patate ku po supozoj në Poloni do të jetë është një volum shumë herë më i madh se tek ne. Ndoshta ne mund të prodhojmë një produkt specifik që të paktën nuk kërkohet aq në volum, por që shitet më shtrenjtë. Dhe kjo mund të jetë një bazë që të vijë nga një vend jonë, sepse jemi dhe vend i vogël. Pra duhet të shikojmë dhe kushtet në të cilët do operojmë nga ana gjeografike, nga ana e sipërfaqes. Nuk mund të konkurrojmë me vende më të mëdha duke pasur parasysh volumin dhe se sa lira ata mund të dalë në kosto për shkak të një automatizimi më tepër të proceseve, sepse ja premton volumin me cilin ata operojnë. Kurse tek ne do duhet që të prodhojmë më pak në sasi dhe do duhet që të orientohemi në paktën produkteve që janë më të veçanta për tregun, dhe kjo do të vijë me një volum dhe një rritje. Por kjo nuk është e thjeshtë, duhet një orientim më tepër dhe ka qenë të paktën deri tani, por me ritme të ngadalta, sepse nuk është shoqëruar dhe nga ana e sfidave sociale që kemi patur, duke i referuar pjesës së largimit në masë, domethënë të kapacitetit për të punuar në këtë sektor. Zoti Bliku, mendoni se sfida do të jenë të mëdha përveç problemeve që ne kemi aktualisht, kur ende nuk jemi pjesë e BE-s? Mendoni se do të jenë sfidat akoma më të mëdha kur ne të bëhemi pjesë e Unionit dhe kjo periudhë 4 apo 5 vjeçare është e mjaftueshme për të përgatitur për të qenë pjesë e tregut që ka minimumi 450 milion konsumator? Nëse ne ose dhe të paktën shpresojmë që do të vijë, domethënë dita, gjithmonë supozojmë 2030. Eksakt, kjo është paktën premtimi ose pritshmëritë. Tani ne do të jemi sa më shumë përgatitur kur të vijë ajo ditë, sepse nëse ne do të marrim shumë benefite nga integrimi, duke patur parasysh që do të kesh një marrëdhënie tregtare shumë herë më të mirë me vendet që janë pjesë e Bashkimit Evropian, por nga ana tjetër kjo sjell dhe sfida. Dhe sfidat janë që ashtu siç ne mund të konkurrojmë më mirë në këto vende, po ashtu dhe kompanitë që vijnë nga këto tregje mund të konkurrojnë për shumë vendin tonë. Sado i madh që mund të jetë në kapacitet apo sado i madh nga ana e atraktivitetit që mund të kenë për këto biznese që të operojnë në vendin tonë. Kjo do të thotë që ata do të vinë kompani më të mëdha me më shumë resurse, eksperiencë dhe stabilitet, dhe si do të gjenden ata përballë disa bizneseve që ndoshta mund të jenë të çala ose jo të qëndrueshme dhe jo me eksperiencën e duhur për të konkuruar domethënë me një legjislacion apo me një kushtet e tjera ekonomike me vendet të Bashkimit Evropian. Kështu që gjithmonë pritshmëritë janë ato, por kjo vjen edhe me sfida dhe nëse ne nuk konsolidohemi nga ana e sektorëve që ne kemi ose që bëjmë më mirë, sepse nuk mund të bëjmë gjitha sektorët. Nëse ne po supozojmë që do të shtyjmë për pjesën e prodhimit, sidomos industrial, nëse do të mundemi që të zgjerojmë kapacitetet në këtë fushë, mund të operojmë me vende të tjera apo dhe ata le të themi të outsource një pjesë të prodhimit apo të shërbimit që ata kryejnë në vendin tonë, ku dhe ne rritemi bashkë me ta. Por në konkurrim të drejt për drejt kompanitë e shikoj të vështirë dhe e shikoj që shumë pak biznese do të ishin të përgatitura për të ndeshur me një konkurrueshmëri më të lartë. Do mund të gjejnë treg, patjetër një pjesë e tyre do mund të gjejë dhe të përshtatet me tregun. Por kjo do të thotë që dhe shumë të tjera dhe mënyra se si do të bëhet biznesi do të ndikohet. Do të ndikohet sepse ka përballë, le të themi, konkurrent me kushte më të mira tregu dhe me burime të pak nga ana financiare për të investuar shumë herë më të larta. Më tepër e shikoni si mundësi apo si rrezik? Sepse edhe rreziku është aty së bashku, ecin dyja bashkë. Patjetër, prandaj thash, ka avantazhe, por ka edhe disa sfida që na vijnë me integrimin dhe duhet jemi të ndërgjegjshëm për to. Pra jo çdo gjë është e mirë. Dhe
nëse do të marr kushtet aktuale, kur ne jemi të bazuar në vetëm pak sektor, unë nuk do të them po apo jo, po do të flas për vende të tjera që ne i kemi shumë pranë, për shembull që është Greqia, që ka qenë për një kohë të gjatë shumë herë më zhvilluar nga ana industriale dhe nga turizmi, sesa ne, dhe se çfarë ndikoi, domethënë më pas sektor që nuk ishin vlerësuar siç duhet, në momentin që jep pjesë një tregu më të madh dhe a mund të bazohemi vetëm tek turizmi apo dhe ndërtimi. Ndërtimi nuk mund të vazhdojë pafund. Pse? Sepse ka kufizime që e para do të ishte kufizimi në hapësirë. Okej, po ndërtohet, por nëse zihen të gjitha hapësirat, do të rindërtohet mbi to, është e vështirë. Kështu që nuk janë afatgjata dhe nuk janë të qëndrueshme nëse do po jap një përgjigje. Zoti Bliku, ju falenderoj për gjitha mendimet, opinionet e sjella në studio. Ditë mbarë.